do të jenë të rrezikshme për vendin e parë. Sepse një njeri që dëshiron me ka një farë diktatori, studia me të kryeministit që ajo është në detyrë që një 2-3 vjet. Edhe kundër gjithë atyne që janë duke shkel Kushtetutën e Republikës Kosovës, faktikisht edhe në vitin 1998 e ku pas marrë Kushtetutën e Kaçanikut dhe ja ku pas shumë likas të atyne ku më se shkelin se që të kemë organin më të lartë shtetënorë. Ata e kanë pas shkel, për tash e kanë ra pishma. Çdo që e shkel Kushtetutën e Republikës Kosovës ka me rani ditë pishma. Kushtetuta e Republikës Kosovës nuk është e jemja, nuk është as aty në kuvendit aty. Është e juve qytetarëve, është e Republikës Kosovës dhe duhet mbrojtë me gjitha mjetet. Dhe ata që e mbrojnë Kushtetutën e një cep të Kosovës dhe shkelin e një cep tjetër, nuk e kanë për detyrë që me mbrojt atje me shkelë. E kanë për detyrë cep në cep me mbrojt Kushtetutën edhe në kuvend dhe unë shoh tensione, prandaj kam marrë këtu me goni kallëzim penal. Sepse tensionet do të rriten dhe do të jenë të rrezikshme për vendin e parë. Sepse një njeri që dëshiron me ka një farë diktatori është të rrezikshëm. Që komentoni kohë